Kryeministri Edi Rama deklaroi se qeveria ka vendosur në dispozicion të fermerëve garancinë sovrane që mund të arrijë deri në 1 miliard euro, por që sipas tij nuk është shfrytzuar sa duhet. Rama u shpreh se fermerët duhet të orientohen drejt mundësive të financimit që janë ende të papërdorura. Ai tha se për bujqësinë janë vendosur aktualisht 250 milion euro, por nëse nevoja arritet, shuma mund të shkojë deri në 1 miliard euro përmes Bankës së Shqipërisë dhe bankave të nivelit të dytë. Ne kemi vënë dispozicion të bujqësisë 250 milion euro, që mund të shkojnë dhe 1 miliard në rast se do të konsumohen përmes Bankës Shqipërisë në bankat e nivelit dytë, ku të gjithë mund të shkojnë dhe të marrin kredi që janë me garanci nga shteti, dhe ku normat e interesit janë shumë më të ulta se sa normat e interesit në bankat e nivelit dytë, kur shkohet jashtë kësaj garancia. Sa është shfrytzuar kjo garanci? Shumë pak. Pse? Se ju s'keni nevojë? Jo, se ju keni nevojë, por sepse për ta shfrytzuar këtë garanci duhet një përgatitje. Një përgatitje e një dosje për të drejtuar bankës dhe për të thënë ja çfarë kam unë plan të bëj, ja pse kjo që unë do bëj sjell fitim dhe ja të gjitha arsyet pse ju duhet më mbështesni. Kryeministri Rama kërkoi gjithashtu bashkëpunim më aktiv nga pushteti vendor me fermerët dhe buqërit për të përfituar nga këto financime. Kryetarët e bashkive dhe bashkitë duhet të jenë shumë më aktive në bashkëpunimin me fermerët, me buqit, për të adresuar këto financime. Nuk duhet ketë asnjë problem. Nuk duhet ketë asnjë problem në rast se duhet një komponent agropërpunimi në një zonë bujqësore. Për financimin. Në rast se duhet një komponent tjetër, grumbullimi, s'duhet ketë asnjë problem për financimin. Në rast se duhet një stall tjetër, në rast se duhet një mekanik tjetër, në rast se duhet një logjistik tjetër, s'duhet ketë asnjë problem. Pse? Sepse bashkitë dhe ju mund të krijoni nukle, struktura të përbashkëta, kompani të përbashkëta për të marrë këto financime. Janë aty financimet. Kryeministri Rama shtoi gjithashtu se disa komponentë të tjerë të financimeve mund të jenë më të vështirë për të përdorur, por njëja dhe aftësimi për t'i shfrytzuar do të rritet gjithmonë.